shoh me dorën e fashuar, keni marrë ndihmën e parë. Po, ndalemi tek ai episod, çfarë ndodhi? Po, u godita nga një granat që hidhet nga policia dhe në fakt ishte drejt për drejt se më ran trup dhe rake këmbët, normal që në mënyrë instinktive kërkova që ta largoj atë. Dhe prej temperaturës psova djegje në gishtat e dorës djathtë. Ishte shkallës 2B sipas mjekëve. Dhe mora mjekimin e dur. Por nuk është ky shqetësimi kryesor, është ai që ju transmetuat, që ka shumë qytetarë që janë goditur në forma dhe mënyra të ndryshme. Vetë kam shoqëruar një tri, edhe ai është goditur në kokë. Dhe kishte humbur dhe ndjenjat, madje edhe paksa shikimin, dhe është transferuar menjëherë tek trauma. Por nga dënat që kemi, ka dhe njerëz të goditur, siç është rasti që denoncoi zoti Berisha, me plumba gome në kokë. Zonja Senada Mehmeti. Ishte një vajzë, unë e pash bashkë me zotin Berisha në fakt foton në momentin që... Zonja Senada Mehmeti, po, ish kandidatja në Shkodër. Po, dhe Senada madje përgjatë zhvillimit të mitingut ka qenë diku aty afër. Pra ju thoni ka qenë plumba gome, jo kapsolla, jo goditje me kapsollë siç ndodhi në rastin e të riut, por ka qenë plumb gome. Ka qenë plumb gome dhe nuk është rasti i parë, nuk ka ndodhur vetëm në këtë protestë të datës sotme, por ka ndodhur edhe në protestën e datës 10, gjë që tregon që policia përdor çfarëdo lloj mjeti vetëm për të ndalur protestuesit në zemërimin dhe format e tyre protestuese. U shkua shumë larg. Si është gjendja së pari, të lutem, nëse është e mundur, sepse kemi shumë pak informacione, s'kemi fare praktikisht nga gjendja e të riut. Nuk e di çfarë informacionesh keni ju, nëse e keni, si është gjendja e tij, e të tjerë e të tjerë. Por përderisa e transferuan tek trauma, gjendja e tij nuk është e mirë, nuk paraqitet e mirë dhe ka nevojë për trajtim më të specializuar. Ai kishte gjakderdhje nga hundët, thash humbje edhe ndjenjash momente caktuara dhe humbje shikimi. Ndërkohë që është duke u trajtuar në spitalin e traumës. Dhe goditja ka ardhur siç ka ardhur në rastin e goditjes ndaj meje, nga granatat hedhëse që hidhen, granata hedhëse që janë në formën ato që janë në formën e armës. Po me armë specifike, por që kanë protokolle goditje, ata ose ato më saktë nuk drejtohen ndaj njerëzve, por në një lartësi caktuar me qëllim që të arrijnë pikën e mbritjes, ndërkohë që policia godet njerëzit në mënyrë direkte. Kjo ka ndodhur edhe në rastet e protestave tjera, por edhe në rastin... Sot e kemi pasur në pamje live në fakt, zoti Boçi. Sot e kemi pasur në pamje live të fokusuar pranë mjetit që hidhte ujin dhe se si afroheshin ata efektiv policie dhe dukej që shënjestronin aty. Ishte qartësisht kjo dhe ishte... Dhe madje shkurtonin dhe distancën me qëllim që goditjat kishte jo vetëm efektin e shpërndarjes gazit, por edhe kishte efekt qëllimi dhe paralizimi nëpërmjet goditjes. Dëshira e tyre ishte sikur të dëgjuanin plumba, sepse shënjestrimi këtë parashikon. Po, dhe duket forca, mënyra se si riu përplasë edhe kokën në trotuar. Ai kriminali, ai kundërshtari, duhet eliminuar ai, dhe ky ka qenë synimi dhe qëllimi në fakt i policisë. Ja dhe policia tani bën sikur po bën detyrën tani dhe na ndalon që të shkojmë edhe në selinë e Partisë Demokratike. Faleminderit shumë. Tani, këtu do ndalem, te rrethimi i selisë Partisë Demokratike, u shkua shumë larg sot hedhja e gazit lotësjellës brenda selisë Partisë Demokratike. Dhe të gjitha këto që u përmendët, kush mban përgjegjësi? A u shkua shumë larg dhe kush mban përgjegjësi ose si përballen me përgjegjësisë? Dhe në fakt goditja dhe mbulimi me gaz i selisë Partisë Demokratike, i selisë një partie është krim. Ka pasur kapsolla brenda rrethimit, zoti Boçi. Duhet të nominative, por
përgjithësia kryesore BNB, drejtorin e policisë, ai drejtori i famshëm i cili është denoncuar me 10 herë nga Partia Demokratike si bashkëpunëtor i bandave të krimit. Dhe në fakt sjellja e tij, sjellja e trupës që ai komandon nuk është sjellje e policisë, por është një sjellje në formën e bandave që godasin qytetarët për të mbrojtur interesat politike të atyre njerëzve që vazhdojnë të grabisin, vazhdojnë të bëjnë korrupsion, atyre njerëzve që japin urdhra politike dhe duan me zor të ruajnë karriken e privilegjeve dhe të pushtetit të tyre. Çfarë do të thotë ky veprim i sotëm për aksionin opozitar? Ju jeni nënkryetar i kësaj force politike, i Partisë Demokratike, zoti Boçi. A mund të vazhdohet kështu apo duhet të ketë një lloj, nuk e di, më të qëndrueshëm apo më të fortë të protestuarit, apo vazhdohet në këtë formë deri në momentin kur nga ana tjetër ka dorëzim? Forma e protestuarit sot ka qenë e fortë dhe në vazhdimsi të protestave tjera, e tillë do jetë, e qëndrueshme do jetë, duhet jetë më e fortë. Patjetër duhet jetë e tillë që të arrijë rezultatin real dhe të atij qëllimi që tashmë qytetari e ka përcaktuar, Partia Demokratike e ka përcaktuar, të ketë largim të Ramës dhe të ketë një qeveri. Pse kjo dhunë thot? Arrini ju të keni një nuk e di, një koment, një përgjigje. Pse kjo sjellje, se që ka qenë e përshkallëzuar situata, reagimi i policisë sot ka qenë patjetër. Edhe shoqëruar, ndjes, zoti Boçi, edhe se vijnë edhe informacione, janë mbi 35 persona shoqëruar, më shumë se çdo herë tjetër. Po, ka shumë persona shoqëruar dhe kjo sjellje agresive vjen për arsye të panikut dhe të merrit që ka kapur kreun e organizatës, Ramën. Dhe kjo u duk edhe në deklaratat që paraprin protestën të ministres së brendshme, e cila çuditërisht e nxorri totalisht policinë nga funksioni i saj, tha që policia nuk merr përsipër organizimin e mbrojtjes e qytetarëve. Domethënë hoqi dorë nga misioni i vet dhe në rreshta ajo pothuajse deklaroi që policia është një bandë që Partia Socialiste në pushtet e përdor për të mbrojtur veten e vet, për të mbrojtur pushtetin. Këtë kuptim kanë deklaratat e sotme të turpshme të një ministre diletante, të pa formuar, të pa ditur madje, sepse po e kursej fjalën tjetër, meqense kemi të bëjmë me një grua dhe këta zakonisht hidhen përpjet dhe nuk gjykojnë veprimet që bëjnë, por gjykojnë thjesht atë frekuencën e rëndesës që kanë fjalët tona në rastet që ne duam të akuzojmë dhe themi të vërtetat. Ndërkohë që duhet ta dinë mirë që gjuha jonë transmeton këtë të vërtet dhe ata janë njerëz agresiv, brutal me qytetarët dhe kanë dëshmuar këtë përgjatë këtyre viteve, siç tani nga frika dhe paniku që i ka kapur për humbjen e privilegjeve të pushtetit i realizojnë dhe i bëjnë edhe në të tilla forma ekstreme, duke goditur të ri, duke goditur gra, duke goditur deputetish, kandidate për deputete dhe duke mos kursyer asnjë. Kemi parë në protestat e tjera që godasin adoleshent, tani kanë rritur si duket atë shkallën e goditjes, godasin gra, godasin pleq, besimtarët kemi parë sot në brenda xhamisë, të cilët edhe xhamia është mbuluar nga gazi, jo rastësisht, po brenda xhamisë, pra jo rastësisht, kapsolla të hedhura brenda rrethimit xhamisë. Po nuk kanë kursyer asgjë, nuk kanë pyetur për asgjë, as për minutat e shenjta të riteve të Ramazanit dhe kjo gjë është e turpshme dhe dëshmon qartazi që humbja arsyes është në një shkallë tillë sa veprimet e këtyre kanë kapërcyer çdo lloj normaliteti, çdo lloj elementi normal dhe një njeri thjesht nuk mund ta kuptojë se si një policie e tillë, një shteti i tillë del kundër vet qytetarit, kundër vet besimit, kundër vet ritualeve të shenjta dhe kundër çdo gjëje që ata e konsiderojnë pengesë për të ruajtur pushtetin e tyre. Policia është dëshmuar shërptore, bindur,
shpeshherë ne përdorim retorikën që policët janë detyrën e tyre, janë dhe ata njerëz që punojnë për familjet e tyre, por dhe ata duhet kenë një refleksion. Nuk jetojnë jashtë Shqipërisë dhe i sjellin këtu me helikopter për përballur protestën e njerëzve të opozitës apo të qytetarëve. Dhe ata janë pjesë e kësaj jete, e këtyre problemeve. Dhe ata duhet gjejnë mënyrën për të reflektuar këtë lloj. Ka një shkëputje të linjës, gjë që ka ndodhur her pas here, po do doja ta përmbyllja edhe me një element të fundit, zoti Boçi, meqense sot u zgjodh enkas kjo simbolik 20 shkurti, çfarë ju pat tani pothuajse në përmbyllje të kësaj proteste të përbashkët me 20 shkurtin e vitit 91, para se ta mbyllim së bashku? Pas të njëjtin nerv qytetar dhe dëshirë për të tërhequr zvarr statujat tani më të gjalla të një diktature apo të një regjimi të ri, sikurse brezi atëhershëm tërhoqi zvarr statujën e diktatorit. Dhe kjo dëshirë ende vazhdon të jetë e gjallë, do forcohet edhe në ditët në vazhdim dhe të jenë të bindur që protestat e qytetarëve, protestat e Partisë Demokratike nuk ndalen dhe e parashtruam që në fillim do shtohen jo vetëm në shtrirje kohore, por edhe në mënyrën si ato do interpretohen nga qytetarët apo përfaqësuesit politik të Partisë Demokratike, duhet jenë të forta, domethënse me mesazhe të qarta dhe me një përfundim që kërkohet sot si zgjidhje politike, jo thjesht në dëshirë politike, por që kërkohet në radh parë në dëshirë qytetare. Rama duhet largohet, këtu ka krizë institucionale, është prishur balanca e pushteteve, ekzekutivi prevalon mbi gjitha, ka rrëmbyer dhe ka goditur çdo lloj pushteti, qoftë atë të drejtësisë dhe atë të parlamentit, ligjvënës, por pse jo ka goditur. Mirë se ka shkëputje të linjës, zoti Boçi, ju falenderoj për këtë komunikim që patëm së bashku.